Autoritetet turke ndaluan Bledin Doçin, vëllain e Elvis Doçit, i njohur si Visi Pojës, një nga figurat kryesore të grupit të troplinëve me bazë në Durrës. Ky grup dyshohet të ketë trafikuar rreth 1.3 ton kokainë gjatë viteve 2020-2025, duke çuar Shqipërinë në qendër të një rrjeti të madh të drogës që lidhet direkt me tregjet europiane. Emri i Bledin Doçit u përfshi në dosjen e megaoperacionit Ura të zhvilluar në 21 maj 2025 nga SPAK dhe homologët italian. Operacioni kishte për synim goditjen e një prej grupeve më të mëdha të trafikut ndërkombëtar të drogës nga Amerika e Jugut drejt Evropës, me degëzime në Itali dhe bazë në Shqipëri. Visi Pojës, vëllai të cilit u arrestua, ishte një nga drejtuesit kryesor të grupit. Ai së bashku me Denis Miftiun dhe Erion Kapitanin koordinonin aktivitetet e trafikut dhe jepte urdhra përmes komunikimeve të enkriptuara, duke e bërë grupin një nga më të organizuarit dhe më të rrezikshmit në Ballkan. Arrestimi i Bledin Doçit tregon bashkëpunim të ngushtë mes autoriteteve të drejtësisë shqiptare, turke dhe italiane për goditjen e krimit të organizuar dhe trafikun ndërkombëtar të drogës, duke synuar dobësimin e strukturave të këtij grupi dhe konfiskimin e aktiviteteve kriminale që lidhen me të.